ju uroj gëzuar këtë ditë, e cila në fakt tek Albana e tha bukur, nuk është gjë tjetër veç se njëra nga ditët e vitit në të cilin ju meritoni nderim të përditshëm, të përorshëm. Duhet të rikujtoj, duhet të shpreh një mirënjohje të pakufishme ndaj jush, ndaj të gjitha grave dhe motrave, vajzave, demokrate, të cilat me ndihmesen, me guximin, me qendresën e tyre janë fibra kryesore e opozicës shqiptare dhe e Partisë Demokratike. Kontributi i juaj, kontributi gruas shqiptare është i shumë fisht krahasuar me kontributin e burrave, djemve, dhe ky është një realitet sot. Sot, në Shqipëri dhe mbar botën, e përsia intelektuale e vajzave dhe e grave është definitivisht e konfirmuar. Sot, në Shqipëri dhe në mbar botën, eficienca e tyre është definitivisht e konfirmuar. Sot, dhe kjo ka qenë gjithnjë kontributi i tyre në zhvillimin e një shoqërie, ka qenë rreth 2 herë më i madh se sa i burrave, sepse ju përballeni në 24 orë me punën në profesionet tuaja, por përballje dhe me punën në familjet tuaja, e cila është një kontribut real për të gjithë shoqërinë dhe një kontribut thelbësor nga atë çka një shoqëri krijon, të mirat që krijon. Në këtë kuadër, detyrimet ndaj jush janë të pakufishme. Përsëri nuk duhet harrojmë se muri i patriarkisë është dhunuesi më kryesor i të drejtave të njerëzit kudo në botë. Në Shqipëri, por kudo në botë. Betejë kundër këtij muri është betejë më fisnike. Është betejë më e rëndësishme e njeriut për barazi, për dinjitet, për të drejta njeriu. Ky mur 5000 vjeçar nuk shembet në dekada, ky mur duhet shembur dhe gratë, vajzat, të gjitha ata të cilët besojnë se në forcën e jashtëzakonshme dhe rolin e tyre të jashtëzakonshëm në familje dhe shoqëri, do të bëjnë gjithçka që këtë mur ta zvoglojnë çdo ditë më shumë. Ju garantoj se betejë me këtë mur ka qenë dhe mbetet një objektiv shumë i rëndësishëm në objektivat më kryesor të Partisë Demokratike. Pa vendosur barazin midis burrit dhe gruas, vllaut dhe motrës, nënës dhe babait, shoqëria s'mund të jetë kurrë një shoqëri e drejtë, një shoqëri e parimeve dhe idealeve të larta njerëzore. Por në Shqipëri sot, ajo që përballet më shumë me të gjitha të këqijat e këtij regjimi
është nëna, motra, gruaja dhe vajza. Ky është realiteti trishtë.